Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet lokale që po shkojnë drejt fundit, pasi dhe pak minuta kanë mbetur nga mbyllja e orarit zyrtar në 5 bashkitë e vendit, zgjedhjet e pjesëme lokale. Për të analizuar atë që ka ndodhur ditën e sotme, kemi të ftuar zotin Fatjon Cofta, njohës edhe mjaft i mirë, jo vetëm i zhvillimeve nga siguria, pra ekspert i sigurisë, por edhe i çështjeve politike, dy çështje fusha të ndërthuara me njëra tjetrën. Zoti Cofta, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Zoti Cofta, kemi parë sot një bojkot të nisur nga Vlora, sidomos të këtyre zgjedhjeve. Mati deri tani ban rekord për pjesëmarrjen, kurse pjesa tjetër shumë dobët. Përse mendoni që ka ndodhur kjo? Kemi një bingopje nga politika, nuk ka më shpresë, apo koha e shkurtër për të informuar, apo mandati i shkurtër? Nga shumë faktorë. Faktori i parë që një pjesë e njerëzve janë të lodhur nga politika dhe pjesëmarrja në votime sigurisht ishte një nga më të ultat e ndër vite. E dyta është fakti që mandati i kufizuar i një personi është thjesht votim për të punësuar dikë, sepse ai që do të jetë kryetari i bashkisë nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh, sepse është thjesht një person i cili do të administrojë punët e bashkisë për aq kohë sa edhe nëse do të jetë i pavarur, do të jetë akoma dhe më vështirë, sepse majoranca e Këshillit Bashkiake ka një forcë politike, por edhe në rastin konkret duket sikur është thjesht një certifikim i të njëjtit pozicion të forcës qeverisë, sepse çdo lloj personi që mund të zgjedhin nuk është se do ta ndryshojë. Atëherë qytetarët ndoshta në këtë moment japin dhe një mesazh pa kënaqësie ndaj politikës në tërësi, për problematikat e akumuluara, për premtimet e pambajtura, për ato çfarë kanë thënë dhe nuk i kanë mbajtur, siç është rasti i ujit për 24 orë, problemet e energjisë, problemet e punësimit, problemet e ndihmës sociale, problemet e infrastrukturës. Ja sot për shembull kryeministri si flamur ka marrë të gjitha abuzimet e atyre që kanë hapësira publike të zona, ndërkohë që këto hapësira publike i dha po politika, po kryetar bashkisë i dhan. Dhe është po kjo politikë që tani edhe 4 vjet tira duket sikur do të merret tani me shirimin e këtyre hapësirave, që në fundit kanë ngushtuar dhe kanë krijuar një lloj jete të vështirë, po themi në një qytet të aksesueshëm dhe të banueshëm. E dyta, nuk pati fushat mirëfill, nuk pam angazhim të strukturave politike, por individ shkëputur, sikur dhe vetë politika ra dakord midis palëve që t'i abandonoi dhe t'i lejë ato në lëvizje individuale. Lëvizjet e tyre nuk patën platforma, nuk kishte premtime, nuk kishin çfarë thonin për atë detyrë që marrin. Nga këta kandidat, nuk ka pas një ofertë. Askush nuk dha një ofertë. Përveç se u munduan që më shumë lufta ishte sociale, në rrjetet sociale, nëmjet atyre videove, takimeve, kontakteve me njerëzit, në mënyrë individuale. Pra edhe në Tiranë, pavarësisht zgjedhjet nuk u mbajtën për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, por edhe këtu të dy individët, si Orgerta, ashtu dhe kandidati tjetër i opozitës, i mbështetur nga opozita, lëvizjet ishin përsëri individuale me të njëjtat forma si 30 sa vite më parë. Shkon tek tregu, takon një qytetar, flit me ta, bëj një foto dhe premtoi asgjë, një premtim asgjë. Atëherë është e njëjta gjë. Pra ajo çfarë e reflektuar në fushat, u pasqyrua nga një përgjigje nga qytetari shqiptar, i cili nuk vajti në kutinë e votimit, duke menduar që ky lloj votimi nuk është se do të ndryshojë gjë, si në rrjedhën apo në politikat e politikave të pushtetit lokal. Ndoshta këtu ndikoi dhe fakti që PD-ja u tërhoq. PD-ja nuk mori pjesë, ose opozita në tërësi nuk mori pjesë, fakti i thotë unë e mbështes, nuk patëm dalje, por as nga qeverisja nuk patëm dalje të personazheve, të politikës, të drejtuesve të qarqeve, të cilët bënin ato fushatat regionale si në hapje ashtu dhe në mbyllje. Thjesht duhet saktojmë dikë që duhet shkojë për shkak të kodit dhe për shkak të kushtetutës që i zgjedhuri i pushtetit lokal që drejton bashkinë do të jetë i zgjedhur me votë nga qytetarët shqiptar. Mendoni, nëse ne flasim për Vlorën, 10% të qytetarëve deri tani janë pjesëmarrës, nga të cilët nëse do t'i ndajmë, sa përqind mund të ketë majoranca, po shkojmë tek shifrat e 2025-s, 60% po themi forca drejtuese, apo 51% forca e qeverisë dhe pjesa tjetër jetë majoranca. Pra në 10% i bie që të jetë me 6% ai që do të drejtojë bashkinë e Vlorës.
Kjo është një shifër e pa imagjinueshme, e pa pranueshme, dhe ai nuk ka kurrë se si një përfaqësim. Ndërkohë që duhet të kthehemi tek pjesëmarrja në votime, nëse pjesëmarrja është 9-50%, atëherë ti s'mund të jesh përfaqësues, sepse duhet shkosh në një raund të dytë ose duhet shkosh në balotazh ose duhet shkosh në përsëritje të zgjedhjeve, sepse nuk mund të jetë, nuk e di se si një dikush të drejtojë një qytet si Vlora me 5% apo me 8% të qytetarëve të Vlorës. Zoti Softa, kishim pak ditë më parë zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, të në mos gaboj atje kodzi zgjedhor përcaktonte që nëse nuk e kaloi një numër të caktuar pra të përqindjes në pjesëmarrje, madje kishte edhe komuna shqiptare, kryetarin e ri e emëronte qeveria. Pra mos ndoshta kjo apo diçka tjetër duhet bërë edhe këtu, që nëse nuk e kalon një prag, nuk e di sa mund të vendoset, nuk mundet jemi si në rastin e Vlorës që tjetë kryetar bashkie një person që ka marrë vetëm 6% të votave? Shiko, është një moment dhe pyetje e drejtë, sepse ka ardhur koha për të parë kodin zgjedhor. Dhe fatkeqësisht kodi zgjedhor që kërkojnë të bëjnë dhe ndryshimet kushtetuese që duhen të bëjnë, palët po shkojnë përsëri drejt asaj aristokracisë politike për të sistemuar dhe për të rregulluar interesat e tyre. Për shembull, shumë që flitet për të ndërtuar një senat, që presidenti të jetë me 7 vjet me drejtë rizgjedhje, duke tentuar në thonjza drejt një republike, drejt një shteti presidencial, një shteti presidencial ku drejtohet nga presidenti, sesa të shkojmë tek përfshirja dhe gjithë përfshirja që qytetari me të drejtë votet ketë mundësi të zgjedhet për zgjedh në mënyrë të drejtë për drejtë. Paktën t'i kthehemi viteve 2018, asaj të atij kodi zgjedhor që votohej drejt për drejt individi dhe jo të votohet forca politike. Për shembull, nëse në rastin e Tiranës do të votohet kryetari i bashkisë, nëse kjo do të ishte trendi, 5%, 10%, 20%, ky njeri do të menaxhonte 1 milion banor apo 800.000 banor, duke zgjedhur dhe administratorët, ti përfaqësonte ai me zgjedhjen e tij me firmë për të vendosur dhe administratorët e zonave ku zonat sot nuk janë më të tilla, po janë qytete me nga 80.000 apo nga 100.000 banor. Atëherë mungesa e përfaqësimit të qytetarëve ka bërë që të humbi vlerën apo forcën sovrani. Dhe duhet të kthehemi ke sovrani, të rritet forca e sovranit. Në të kundërt, qytetarët janë të papërfaqësuar dhe politika i përdor thjesht për të ndarë interesat e tyre politike. Në rastin e Tiranës, pavarësisht se Flor Binaj e përcakton veten si të pavarur, por nga ana tjetër është i mbështetur, ka pas makinerinë e opozitës. Juve ju bindë si kandidatur apo realisht Tirana, kryeqyteti, në moment që do bëhen zgjedhjet, ka nevojë për një kandidatur që të jetë thellësisht e pavarur, pra mos ketë lidhje as me një nga palët, edhe për logjistikë. Shiko, kur bën një kampionat futbolli, nëse e ndërtojnë me 2 skuadra, s'ke për të pasur kur garë. Duhet të ketë një garë ku vërtet të dalë një frym përfaqësimi nga vetë shoqëria civile, e cila nuk do të shkojë të kërkojë mbështetje apo jo. Kjo mbështetje mund të shtohet gjatë rrugës, por do të jetë një frym e cila do të vijë mbi një platformë dhe kjo platformë do të jetë me një përfaqësim. Por shumë shoqëria nuk përfaqësohet. Flori është një artist shumë i mirë, është njëri shumë i mirë, mund të ketë vota dhe mund të fitojë ose edhe të humbas, por nuk mund të jetë një përfaqësues, sepse përfaqësimi do të vijë nga një frym e cila do të vijë si lloj e problematikave të akumuluara. Për shembull, pavarësisht se fushata nuk u bë, po tendencat ishin e njëjta formë. Pra shkon tek një ndërtesë të rënuar, shkon tek qytetarë që rruga e Mysymshyrit, shkon diku tjetër takon e njëjta modelit e forcës qeverise, Orgeta. Shkonte, bënte takime, fliste, bënte një foto, pra nuk ka ndryshuar asgjë nga 35 vjet. Dhe unë kur them çfarë duhet bëjnë ndryshe, unë do të them si do jetë Shqipëria 2050-s. Pra, çfarë duhet të ndryshosh ti në këtë qytet? Askush nga këta nuk ka një projekt për qytetin. Flas për një person që duhet të marrë drejtimin e qytetit. Për shembull, si do jetë furnizimi me ujë, sepse të gjithë kanë thënë prej 35 vjet do të bie shërbim uji 24 orë. Por nuk thot njëri kush janë burimet e ujit alternative nga i merr këto burime që unë të bësh i besueshëm. Ose për shembull zhvillimet, çfarë flitet për parkimin ndërkombëtar, nuk flet njëri, flet vetëm për rënoja dhe flet vetëm për prishje, por nuk flet për te prishjeve dhe rënojave, për te politikës së ditës bërë deri më sot. Çfarë do bësh ti ndryshe për sfidat? Flasim për parkimin nëntoksore, parkimin mbitoksore, drejtimet e lëvizjes qytet,
transporti publik, ulja e mjeteve të cilët janë në zonat të dëndura të qytetit që kryejnë smogu dhe kërë probleme. Pastaj të vim tek punësimi, tek mundësia se si mund të hapësh sportelet e punësimit, çfarë do të bësh për trinj, çfarë do të bësh për familjet që kanë probleme të strehimit. Të gjitha shkojnë vetëm detyra e kryetarit, është vetëm leja e ndërtimit dhe miratimi i lejeve të ndërtimit dhe të interesave të atyre që punëson që t'i ketë partisë tij dhe ta mbajnë dhe ta ushqejnë atë me vota për të qëndruar në pushtetin e tij. Por askush nuk mendon për një Shqipëri ndryshe, për një Shqipëri europiane. Shqipëria europiane është më shumë te gradaciela dhe ke ndërtimet, dhe këto gradaciela ja kanë marrë mendjen. Kanë harruar që shkojnë poshtë, që janë qytetarët. Janë ata të cilët kanë divorce, kanë probleme, kanë pa mundësi dhe aftësi paguese për qerat e shtrenjta, apo për shkollimin e fëmijëve, apo për kurimet nëpër spitale, apo për asistencën. Jo kushdo mund të ketë nevojë të punojë, por të paktën do të ketë një asistencë. Dhe pastaj të vim tek problematikat e tjera, që si dhe sa mund të jetë një qytet më i aksesueshëm dhe më i banueshëm për gjithë qytetarët. Zoti Sota, do ta mbyllim me faktin që nuk e di, ju keni konstatuar që në këto zgjedhje mund të ketë pas ndërhyrje të krimit, ashtu sikur opozita ka akuzuar për zgjedhjet e 11 majit, pak muaj më parë, por në këtë rast që është një mandat shumë i shkurtër, palët nuk kanë interes. Një vit e gjysmë është një kujdestar, por me votë qytetarësh, me proces zgjedhor, që shkon dhe merret të detyrë. Me precedent nuk kanë interes. Nuk ka interes askush. Një person që do të shkojë atje, nëse ka dhe Këshillin Bashkiak, do të vazhdoj politikat e qeverisë, nuk do të bëj politikat e pavarësisë së pushtetit lokal, sepse ju e pat ndërhyrjen e kryeministrit, që i shkarkoi gjithë në kryetarët, që bën dorëheqjen, dhe ai kryetar bashkie, që dha dorëheqjen e Vlorë, që tha unë kam dhënë dorëheqjen se do jem më shumë afër familjes, ai u emërua ambasador. Pra, nuk vajti afër familjes, por shkoi në një ambasadë. Pra, gjitha këto janë fasada dhe politika ku pushteti qendror guidon, drejton pushtetin lokal. Zoti Sota, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve.